punë, du me mëshe me shpirë këtë punë. Hes po shaj, as tuna, as dilla, as tona, as marrë, 7 vjet javë më punoj. Mashëm se në Gjermani fitoj në Zvicër, me studiu të mia. Që në bo duta, pëse? Pe punë, pe shatet, që këtë, edhe kura durë më ka ra pe shatet, që? Unë që unë 3 gjysmë me gjesë me vullnet, me besmelat e kështu, se shka ndu Gjermania, Zvicër, në shkrokon e si me këtu, me këtë vanë. Që ka falë zote, bërë natural. Po, për me blemë të irin pe Amerike, pe Gjermani, pe Zvicër, këtë ta pasurë shqitën. 1000 kila pasurë, këtë shqitën ka 10 euro, ndërsa pra farën, pra veja kom shqitë 15 euro kilon. Ish norsh po, ish norsh si molla, du me punu, se më shku më ndajt me dalë për lokale. Miqtë mi të dashur, përshëndetje. Sot kemi ardhur në fshatin Rashish të komunës së Pejës për me vizitu një fermer dhe njëkohësisht një bujk që kultivon rreth 10 hektar tokë. Ai quhet Xhavet Shala dhe sot po na pret, kemi me shku me përcjell dhe me intervistu më nga afër, me pa punën e tij, edhe me na fol pak më shumë çka kultivon. Baci Xhavet? A e lodha i mirë? Që si a i mirë? Që si a i mirë? Sot kina orë pak me të vizitu edhe me po ma nga ofër punën të ande. A më nësh me na o prezentu? Unë jam Xhavet Shala nga fshatri Rashish, komuna Pejës. Ti je bujk edhe njëkohësisht edhe fermer? Po, fermer, bujk nisa, po, jam fermer, bujk. Unë e merr vetë me bujqësi, blektori. I punoj për mirë të tokë, i punoj vetëm me familje, kështu bashkërisht. Argacmore, me këtë vetë, këtë kjo orë domon këtë është bëu, kolomës se pasur këtë bëu është. Këtë kom prashit vetëm me shatë dorës. Këtu në 75 orë, 2 ka 75 orë, bëj një të gjys i kom prashit këtu në verën e gatë kom ndaj qytetar. Në 3 gjys me gjës ja kom nis punë pe vullnetit. Pe vullnet që duket punë fort. Apo na tregon pak ma gjerësisht çka kultivon. Unë kultivoj misër, kolomos, pasul, speca, lakna, patligjona, tana këto që janë bujqësisë, këtë i kultivojnë. Këtu e ki pasul? Kjo është pasul, po kjo pasul, këtë është pasul. Stash vada 7, im ka vaditë për herë 7, për arsye se në Kosovë kanë mbetru temperaturat lata, 42 gradë, im konë të nërë, më vetë, s'kom najt në pauzë. Im konë të nënë sot nërë, të prashitit, im konë nësë në punë. Edhe ta rezultate, do më thonë, shumë është i mirë rezultate, që si përshirë. Këse orë, do më thonë, që po thomë në vetë si për livdoj, po këse orë, ju thonë me përgjësit plotë, që s'mundi me gjithë në rafë dukagjinit. Këse orë shku këta. Se këtë me punë, pe i durve të mija, pe i durve të ata, qërë. Qërë pasule, po edhe i mujnë nuk pjeket. Vete ke punu pjeket? Kretë vetë, qërë. Farë pasule është. Kretë të bëjë naturale, në kare becit kja, kretë është bëjë. Se unë i kom punë pa të mija, 2 traktore, kom me se blokë me becit, po e du këtë punë, e po du me bëjë, kretë, qatë i hajnë bëjë. E kemë dhe përshitje. Na dëgjumë edhe nga bashkëfshatarët e tjerë që ki shumë vullnet edhe shumë dashni për këtë. Vullnetin e kom të jashtëzakonshëm. Në ka djalë i sot për sot si muhet për me punën që e dunë. E ka të vjen kjo dashni. Vjen vullneti, ish norsh po, ish norsh si molla, du të me punu. Se më shku më ndajt me dalë në për lokale, në Malisheve, në Pejën, dhe qanë, rria tonë dalë në për lokale rrinë. Unë s'ka, du të me punu në narë, shatën, se s'ka mekanizm bujqësor sa shumë adin. Edhe kërkoj nga Ministria Bujqësisë, nej mekanizm, nej frezë me apo, nej traktor të rria, se traktorat janë vjetru. Traktori është ma vjetë, son traktori ka 60 vjetë, unë i kom 45 vjetë. E visi ka pak për mi mbaj, për mbikëshu traktorat, që në vjetë është shumë, se vetrumin. E kërkoj të nga Ministria Bujqësisë, kur të tjenë Ministrit Bujqësisë Fatun Peca, kur të tjenë Mastinaj, me me për traktor në dima, se më rritoj. Apo na tregon bac pak ma shumë, qështë është në tretë më ngjesi që sa ku e Unë qona në 3 gjysmë me ngjesi me vullnet, me bismillah dhe kështu, bismillah, Ramon Rahim, edhe qona me bismillah, edhe në ka kur seminale, qona vinë në arë, ma po shoqja më shko se atë në terën e kushme të shon kuj që kom bo gjoni, ka shkojnë punë temë, në orë temë, s'kom punë në rëkone qëne, unë jem punëtorë, klasë punëtorë, unë s'mjera me fjallë tuja, thashe theme, veç me punë temë në tesën. E për ata rezultati është 100% kur me jetë një me punë vetë, si s'përshije, qërë, misi që është, fargjani ka, që është fargjani ka, misi, këtë është bërë, dhe më honë, këtë bërë, që ka falë zote, bërë natural. Krejt beot, na tregun që edhe plehu është Plehu është i gjos, plehu organik, plehu lo i shtalës, i kom 8 sopa lope, atë në shtalë, e vi, plehu do më thonë ja shqepi me dorë, ja shqepi kështu me të fruk dorë, se s'kom mekanism bujqësore, nuk kom maqinë për me qitë me traktorat, po s'kom maqinë, kretë me të fruk dorë shqepi, atë në vullneti. Me dorë e plashit, me dorë e vadit, kretë vetë me dorë. Ashtë e lëshme për kjo, jo, ja, unë kom vullnet jashtëzakonshëm, unë s'lona heq. Lona. Apo na tregon tash pak ma shumë knina që a kitë në djeluna. Kemi speca,
kemi kumpire tani kemi. Ja, po ko t'interesum me i ble ose... Po, për me blem të irin pe Amerike, pe Gjermanie, pe Zvicër, këtë sa pasur shqitën. Këtë sa pasur që presë të ndarën, 1000 kila pasur, këtë shqitën ka 10 euro, ndërsa për farën, pra me kom shqit 15 euro kilon. E sa po shkojnë kilogrami? 10 euro kështë për me shu, atë për me hongër 10 euro për javshes, a për se mielën gjina këtë popolata për arë, atë kështë se mielën për vara, 15 euro për farë, atë për farë me mielën. E kështu ka 10 euro kila. Apo ja vlen gjithë kjo mund Po, vallaj për javlen o ka paguat, sash për o ka paguat, mu kam paguat, mundimi fort më kam paguat. Si me konë në Gjermani, si me konë në Zvicër, më ka fitoj këtu. Se shka ndru Gjermania, Zvicër, në shkoko nëjë, me këtu, me këtë vanë. të pëlqen, do me thot qatë Pëlqen, fort më pëlqen këtë vanë. Se e du këtë punë, e du me mishe me shpirt këtë punë. A ke pos nëjherë zhgënjime prej Kosovës ose prej komunës 5 që asë nuk të kanë ndihmu me mjeta asë ku gjo, edhe ke thonë po du me ndalë krejt këtë punë. Ja, unë nuk dërzonë dhe më thësh. Komuna 5 ma ka me frejzën, mu 3 kom aplikuar komunën 5, se ma ka me frejzën, po ne kom shatën, unë s'nalë nejqë atën. Unë nuk nalë, punë edhe më thënë, kom më letë. Do me thonë kur s'kishe dolë jashtë Ja, mu s'ka kur se më nalë, vizë zotë se më ka falë, aj mot me më nalë, se për rëbër këto s'ka kur se më nalë, se zdalë jashtë Kosovë, këto është vendi fort i mirë, është vendi i bukur. A ki bas në i ditë pushimi? Asë në ditë, hes pushaj, as tuna, as dilla, as tona, as marve, 7 ditë jasën për nej. Në nësër në sutuara, në vije, i heke barë, edhe në prashiti, rëgulloj, vaditi, i rigati, krejt. Pra ta është kjo është këto gjelbrim, këto është verdë. Se sa shë vada 7. Zë 7 ditë, zë 8 ditë këmë vadit tone. Se me pa vadit, zë 12 ditë e kish djegë. A ke pa ku qesin flia, me bo me arru sasin e rënit, me lënë gatë sasin e djegë. Po duhet si të qesë sasin 2 minuta me hekë sasin, a ke pa, atë flia dhe le lutë që mirë. Apo ka ujë mjaftu shumë Ujë ka ball, se shumë shotra ja, Kosovës. Ujë këto ujë të në Bonarin e kemi të anë, Bonari është djali etajës, Bonari 5 metra e fellë, ujë ka sa dush, me lënë 3 muaj ditë, dhe si pumë, në dëmonë, tani me 5 litre me ujë ka sa dush. E po me dhe atje që Po, ujë pasë, ujë mirë, po. Shkujna masanina me këshyra. Po e kom majtë mojë, dëmonë, e kom majtë mojë këtë tokë, zdo 7 ditë 8 e kom vadit me Bonar, që është 7 me vadit për herë 7. E është gjendë shumë mirë, që është pasula, edhe thash për morit pasula ma shumë përsa më ka vaditi. Se është pasula është hala verda, pëtën, o të vërë si lakna, e për në rritë pasula, më zhvillu pasula, im të e që të vatë në 7, edhe përsi jetë zotin është bërë qëtë është netë. Atë vish ku din e vjellë, do më honë, të thorë, dikun ka 5 metrorë kjo pjeket, se din 5 metrorë nuk ka shansë në pjekja, se është hala verda, përse. Sa kilogram pasol i nxerë zakonisht? Pa në qëtarë, si vetë këshmet vejtor lërajt një 1000 kg pasol, 1000 herë 10 bëjnë 10.000 euro. Pe pasule, plus kolomos që jetë gratis për lopë mija, ato spesa ato e do më honë, ma shumë se në Gjermani fitojnë në Zvicër, me së 2.000. Që në po duta, pëse? Pe pune, pe shatët, që kretin, edhe kura durë më ka ra pe shatët, që? Të bënu, në nësap. Ma shumë se sa 2 vetë në Zvicër, i kom një pat në Zvicër, unë në zere ma shumë 2 një pat e mi në Zvicër. Kjo është 1.5 litre minut. Po është me gjysë gazi, se kom e përka se kom bëllu normal, se o vejtë pesi në atje, e kom bëllu me gjysë gazi. 600 gram e a gjënë naftë dhe më në orë, matorë, pumpa, shumë i ka shmenzimet e vogla. Ujë Bonarit, po, dhe ka Bonari. Tu dhe më thonë, këta marë vjen nga bjeshkat e qanit, nga Gjërovica. Pe Gjërovica dhe më thonë, në toksor, vjen të ujë. E ka falë zoti. Po pijet. Ujë pasta sukrari. Ujë mjaftueshëm. Bas përshiet që ki shumë vullnet, me punu, me maj tokën. Po, me maj familje. Po, qëfar këshilla i kishe dhona aty nëpës që e kanë ujnë, e kanë tokën, i kanë krejt edhe nuk e punojnë? Rënia me punu ata që në shnorë si molla e punu, më së në për kafe, në për malesheve, në për pej, po me punu me ka punë me punu. So në këtë me punu, kom botës në bo me, po këtë me punë. A, po punojnë Rënia sot? Rënia po punojnë ma pak po punojnë Rënia. Po kanë qenë me dalë ka pak më shëtita në e kënej. Unë këtu në Kosovë, dhe më thonë, e djemë të mizim pe Gjermani e vinë, e dalën shëtitin, pe Gjermani e vinë njërën vetë, e unë këtu në Kosovë, të në vitën jëmë fullë në zonën punë, s'kom kohë më shëtit, veç punë në du. Për punë të më në jashtë zakonqëm. Në 3:30 me gjesë e filloj këtë punën, e atë në Gjermani e filloj punën 6 orë me gjesë, e unë 3 orë para Gjermani e filloj punën të. E nëso flenë, bata flenë 11 nasë binë gjëmë, masë të kryjë shtallën, si kom lopë, si kom ato pa lopë, 11 nasë gjëmë dhe në 3, ata qone, edhe vazhoj punën. 4 orë në gjëmë dhe po qone me ditën një aktiv. Aktive në punë, që shpo më sheni. Po shiet që edhe 45 vjetë dhe që i ki, edhe po duke është ti me pas 30. Pa i tash, ku ta falë gjithë në jetën edhe puna fizike, edhe kështu, edhe hetin këtë bëjo, lerojtin, hetin këtë bëjo. Po, ta shtojmë të specat, apo? Po. Këta qysh
që shkëm për I kemi ndru, këta i kemi ndru me familje, i kemi ndru spes me familje, me vlla, me konat, se ne me bashkë, dy familje, me vlla, vlla me komat madh, me vlla, me konat, me shoqe, me fëmijë krejt domethënë, i kemi ndru këta. Vetëm fëmija që janë djep ato kum lënë shtëpi, sa i smut për djepet domethënë marrë me punu, se çaj është më e madh 5 vjeçar vjen këtu e shtin punë me çit speca asaj, tjetër më i madh tonë shtin ja gjy punën vet. Asnjë nuk e do më najt. Ja se ble çokoladë, ble sanë, ata kanë vullnet këtu. Këto e kjeve një shoqërusa. Po, e kemi një se po vjen ka pak kështu. Po, çoj spesën këtë bëjën, spesën këtë bëjo. Këtë spesë bëjo. Ndërsa një roj spesën më jap gratis për mediumin apo do të bardh atë kuqe. Çfarë bëtani? Kuqe, hajde bismillah, çoj. Çoj është far spesë është. Ndërsa do më ka dhënë fardha vështë. Veç fardha kultivu. Edhe vejun e ki krejt bi. Dhe domthon, ky dhe është kush miell lula, ky për lula ekstra dhe, ekstra klas. I klasit parë është. Që spesë, sta 5 spesë e ka rrit për 500 bëra, pse? 500 bëra. A dojnë shumë kujdes, bata? Po, dojnë kujdes. Ja, s'ka përgjithësi, këta nuk kanë pesticide. Këta i kom prashit me shatë dozë, i kom mush, apet i kom hek bajnë, i kom vadit, domthon, këta nuk kanë kusfar herbicidi. S'kan të, këtë në bëjo. Natural, çoj. Veç që ka falë Zoti, çoj. Bëjo natural. E këta i shetë në treg. Po, i shes në desan pazar. Sa po shkojnë kilograme ka shon ka 1 euro gjys kila. A po të interesu me Po. i li? Po. Të interesu në boll. Ç'është fa speca në bu. Këtu për këtë bëjën shatën rashis. Halal të kovë, batë mu po mbje mirë që... Faleminderit për juve, mirë se keni ardhur. Njerës si te, ka që punëtor edhe që s'nalen heq edhe kanë ka të shumë vullnet, me 4 orë gjëmë, me punu mbi 10 hektar tokë, bravo të shumë. Pa e pa vullnet nuk ka kur gjohë. Pa vullnet as me hongër buk, aty me pritu nuk mosh me hongër buk mirë, aty kur ki vullnet i kitanëve. Unë domethënë çdo minutë e shfrytëzojmë punë. Nuk rriu në badjava ndaj ne, po herë të lopë, herë të shtallë, herë të nare, në të punë. A kiko për familje, për ditë. Valla për familje, valla rrallë shumë herë. Shumë herë. Atë kuptojnë, atë mirë. Po, ata më kuptojnë se unë po punoj për vi parë të shtëpia, ata më kuptojnë fort mirë. Jetë më shishmu me ardhë me punu edhe në me ty. A ne mirë se vjen. Po, marr mirë se vjen, ne kemi 2 shit, ne kemi shatë për ty, kush do me punu, ka punë bollë atë. Me vjet speca. E bata e kishe lëshuna e herë Rashiqin për një qytet pak më të madhë për Prishtinë. Jo, valla bas më pak, unë e kanë shuka Rashiqin 25 vjet, po 25 vjet më mësuan. Të prodhu domon bujqësore, sa në bujqësore se janë nuk e çek punë. Nuk e çek punë. Para ars të tu janë mirë me... Po, dhe baba është mirë domon me tokë me bujqësi, ndërsa baba ne ka blet tokë, mizja ne ka lënë tokën, tash pasuninë e tyre do të me punu, mos me lënë djerrin. Se gjënas ata kanë hek, me punu me kajkali kanë pas, domos kanë pas traktora, me kanikali kanë lirun atë kohë për vetë vesh domon. E thashë me traktora punoj kallajtë. A shkojna pak edhe të burimi ujit edhe ta e pjesa atje ki patatë? Po shkojnë. Te kjo pjesa këtu i ki patatë, ta? Po, i kemi do patatë, do kompira, i kemi dvarë, janë të mirë, janë. E këta dojnë kujdes? Po, ata i kom prashite, këtë domon i kom vadit 4-5 herë. Këtë me dorë i kom prashite, i kom rregulluar dhe i kom vadit, sa kom vadit arën, i kom vadit patatë. Për ata bu patatja i gjys kilograma bu copa. Dim 500 gram copa bu, e rond domon se është kvalitet. Se toka mirë, dhe mirë. Kvalitet dhe me mirë, edhe o dhau kvalitet tu. Këtë në bërë, këta janë pasë pikun. Këtë në bërë natural, që ka falë Zoti, bërë. E këtu a i shetë, apo i ki... Ja, këta i kemë për familje këtu, i kemë për familje, po, janë këta se shetë për familje tonë. Se jemi dhe tantora familje, për familje tonë. Apo shkojmë pak edhe të pjesa e ujit, të burimi i ujit, po shkojna, i ujit krejt. Po shkojna të bunari, po shkojna, e shenë e bunarin. Për shumë batë të ujin që e ki bunarin, bunarit, motorin, edhe për shumë që po qatë shumë ujë, se sa litra i qatë... Po, motor është dizel, dhe më thonë Goldan është, i qatë 1200 litra minut, 7 tona në orë. E lo ka 2 motor, dhe më ditë e lo që vajzë, pa në alisht, ka 7 tona në orë. 10 orë, 700 tona, 2 motor. E kushtet atmosferika janë kokët vetë mira, so që a ju kanë bërë qëka dëmë? Jo, neve s'na kanë bërë stanë kushtet, po në temperatura fort e madhe, fort e lartë, më ka du me vadit 8 ditë, me vadit për mos me lënë arë me djegë. A dhe më kone aktiv dhe më në punë, se temperatura konë djegë 42 gradë në Kosovë. E në qatë temperatura ti e dojnë? Po, se mos me konë qajore, se punë se kom bone, kjo nuk e shkone rallë o verdë. Po, në të sope kom punu arën, e kom vadit, me ujë e kom majtë.